Në kuadër të ditës botërore të familjes, në mjediset e shkollës nëntëvjeçare Pashkovasa, u organizua një aktivitet festiv që solloi në vëmendje rëndësinë e familjes në edukimin dhe formimin e brezave të rinj. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të zyrës vendore Arsimore Shkodër, Bashkia Shkodër, prindër, mësues dhe nxënës, duke krijuar një atmosferë bashkëpunimi dhe harmonie. Kemi shumë të ftuar dhe shumë miq të shkollës Pashkovasa, sepse ne besojmë fort që vetëm një bashkëpunim i mirë na bën një shkollë të fortë, sidomos në një ditë si familja. Më mirë se vlerat e familjes nuk mund të marrim asgjë tjetër nga kjo shoqëri. Kështu që familjes shqiptare i kemi të forta edhe i kemi në traditë dhe jemi krenar që jemi shqiptar. Nga projekti që shkolla ka realizuar me 15 maj në ditën e familjes, mesazhi më i bukur që më ka dhënë është se nga gjërat vogla mund të krijojmë gjëra më të mëdha dhe shumë më të bukura. Sot kemi përgatitur bashkë me prindërit ushqime tradicionale, yaprak, petlla, ambëlsira të ndryshme dhe jam shumë e kënaqur që është dita sot e familjes. Aktiviteti përcolli mesazhe të forta mbi rolin e pazëvendësueshëm të familjes në edukim, në ruajtjen e traditave dhe në forcimin e vlerave shoqërore, përmes këngëve, valleve dhe bashkëpunimit mes shkollës dhe prindërve. Kjo ditë u kthye në një festë të unitetit dhe kulturës, duke dëshmuar se familja mbetet baza kryesore e zhvillimit dhe mirëqenies së çdo fëmie.